Ishte një natë e qetë së shtunës, nga ato netët kur gjithçka duket e zakonshme. Unë, Emma, isha mbështjerë me batanie, duke lecuar një libër në dritën e dobët të lambës pranë shtratit. Shtëpia ishte në atë gjendje gjysmëgjumi, ku vetëm tingujt e zakonshëm të natës, rënkimi i tubave të ujit, fryrja e erës pas xhamit, mbushnin hapësirën. Isha gati të flija, kur një tinguj i huaj më bëri të ngrisha. Në fillim ishte i lehtë, pothuajse si një pëshërtim e thellë që vinte nga korridori. U ngrita në bërujla duke dëgjuar me vëmendje. Zemra ime filloi të rra më shpejt, jo nga frika, por nga një kuriozitet i çuditshëm. Tinguji u përsërit. Ishte një lloj rënkimi i mbytur, i ulët dhe i vazhdueshëm, që dukej se vinte pikërisht nga dhoma gjumit e mamas dhe jatit tim. Mamim, një grua që flinte gjithmonë si një foshnjë, tani po lëshonte ato zëra. Heshtu razi, hodha batanie nga këmbët dhe zbrita nga shtrati. Dyshemea e drurit ishte e ftohtë në këmbët e mia të zbathura. Lëviza si një hije deri te dera e dhomësime, duke e hapur pak për të dëgjuar më mirë. Rënkimet ishin më të qarta tani. Nuk ishin rënkime dhimbjeje, kishin një ritëm, një lloj tensioni e lëshimi që nuk mund ta kuptoja. Ndërthureshin me pëshërtima dhe ndonjë fjalë të thyer, të pashqiptueshme. Një pëshpëritje e ngrohtë e babait, pastaj përsëri ajo zëri i mamas, tani pak më i lartë. U ndjeva si një ndërhyrse. Një pjesë e mendjes më thoshte të kthehesha mbrapa, të futesha në shtrat dhe të mbuloja veshët me jastëk. Por një pjesë tjetër, më kurioze, më shtynte përpara. Çfarë po ndodh atje? Pyesja veten. A ishte mami mirë? Donjëherë ajo kishte dhimbje koke të forta, por kjo ishte ndryshe. Ishte si një melodi e çuditshme, një bisedë e trupave që unë nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë. Vendosa, duhej të shikoja. Jo për të ndërhyrë, por për t'u siguruar që gjithçka ishte në rregull. Mendoja se ndoshta mami ishte sëmur dhe babi po përpiqej ta qetësonte. Me zemrën në fyt, hapa derën e dhomësime më gjerë dhe kalova në korridor. Korridori ishte i zhytur në errësirë, por një rip i dobët drite vinte nga poshtë derës së tyre, e cila ishte pak e hapur. Afrova në majtë e gishtave. Rënkimet u bën më të qarta dhe tani mund të daloja edhe fjalët e babait. Përshëndetje e bukura ime, po thoshte me një zë që nuk e kisha dëgjuar kurrë. Ishte një zë i butë, i ngrohtë dhe plot dashuri, por me një ngjyrë tjetër, një intensitet që më bëri të kuptoja se kjo nuk ishte një bisedë e zakonshme. U përkula pak dhe shikova nga e qara. Ajo që pash më la pa mend. Mami ishte shtrirë në krevat, por jo e sëmur. Flokët e saj të gjata kafe ishin të shpërndara mbi jastëk dhe fytyra e saj kishte një shprehje që unë nuk e kisha parë kurrë. Një përzierje dhimbjeje dhe kënaqësie të jashtëzakonshme, një lumturi që dukej se e tejkalonte atë. Babi ishte pranë saj, duke e mbajtur për dore, duke i pëshpëritur diçka në vesh. U tërhoqa menjëherë, sikur të më kishte djegur dera. Pash mjaftueshëm për të kuptuar. Nuk ishte dhimbje, ishte diçka tjetër. Ishte një intimitet që unë, si vajza e tyre, nuk isha të drejtë ta shikoja. Ishte bota e tyre, e fshehtë, e rritur. Një botë ku ata nuk ishin thjesht mami dhe babi, por një burrë dhe një grua që dashuronin njëri tjetrin në një mënyrë që unë nuk mund ta kuptoja ende. U ktheva në dhomën time duke u ndjerë si një hajdut. U futa në shtrat dhe mbuloja kokën me jastëk duke u përpjekur të mbyllja veshët ndaj rënkimeve që tani kishin marrë një kuptim tjetër. Ato nuk ishin të çuditshme apo të frikshme, ishin tinguj të dashurisë. Një dashuri që unë, në naivitetin tim adoleshent, kisha menduar se ishte e rezervuar vetëm për përqafime të shkurtra para se të shkoja në shkollë ose për puthje të shpejta në kuzhinë. Atë natë nuk fjeta gjatë. Mendova për prindrit e mi, jo si figura autoriteti, por si njerëz. Pash në një dritë të re marrëdhënien e tyre. Ata ishin një çift dhe unë isha thjesht një pjesë e asaj historie, jo e gjithë historia.
Kuptova se dashuria e tyre nuk ishte vetëm për mua. Ajo ishte një flak që digjej mes tyre, një lidhje e thellë që i mbante bashkë që para se unë të vija në jetë. Të nesërmen në mëngjes, zbrita në kuzhinë. Mami po skuqte vezë dhe babi po lexonte gazetën duke pirë kafe. Gjithçka dukej krejtësisht normale. Mami më përshëndeti me zërin e saj të zakonshëm të ngrothë dhe babi ngriti syt nga gazeta dhe më buzëqeshi. Si fluturove, Ema? Pyeti mami duke më hedhur një vështrim të shpejtë. Mirë, thash duke u ulur në tryez. Nuk pash asnjë shenjë në fytyrën e saj të asaj shprehjeje të natës së kaluar. Ishte përsëri mamaja ime, gruaja që më kujtonte të bëja detyrat dhe të pastroja dhomën. Por ndërsa haja mëngjesin, vëzgoja. Vurare si babi, ja kaloi kafen duke e prekur lehtë dorën. Vurare shkëlqimi në sytë e mamas kur ajo ju përgjigj. Ishte një kod sekret, një bisedë e heshtur mes tyre që unë tani, për herë të parë, po filloja ta daloja. E mbaja sekretin tim si një guralec të vogël dhe të ngrohtë në xhep. Nuk u thash kur atyre se çfarë kisha dëgjuar apo parë. Nuk ishte nevojë, por ato rënkime nga dhoma e mamas më ndryshuan. Më bën të shikoja përtej sipërfaqes së marrëdhënieve të mia me ta dhe të shija thellësinë. Kuptova se dashuria e prindërve të mi nuk ishte diçka statike, por një gjë e gjallë që ndryshonte dhe evoluonte. Mësimi më i madh që mora atë natë ishte se prindrit e mi nuk ishin vetëm prindër, ata ishin partner. Ata kishin një botë të tyre, të mbushur me gjuhën e trupave, përshpëritjeve dhe rënkimeve që unë kisha dëgjuar. Ishte një botë që më përjashtonte mua, jo nga mungesa dashurie, por nga natyra e saj. Dhe në vend që të ndihesha e lëmpas, unë ndjeva e sigurt. Siguria e një shtëpie nuk qëndronte vetëm në muret e saj, por në dashurinë e padukshme që lidhte dy njerëzit brenda saj. Ajo natë pash një portret të dashurisë që do të më shoqëronte për gjithë jetën, jo si një kujtim i turpshëm, por si një premtim i heshtur se dashuria e vërtet, ajo që zgjat, nuk ka frikë të rënkojë, të pëshpërit apo të shkëlqejë në errësirë. Dhe në atë kuptim, rënkime që dëgjova atë natë nuk ishin zhurma, por muzika e shtëpisë sime. Muzika e sigurt që më bënte të ndihesha në shtëpi.